Deputetët e opozitës kanë reaguar pas bllokimit total të aksit rrugor Çukës-Qafpllocë pas shembjes së një masivi dherash. Deputetja e Partisë Demokratike të Qarkut të Korçës, Ledina Alolli, ka parë nga afër bllokimin e segmentit rrugor, nga ku ka akuzuar qeverinë se ka përdorur këtë aks vetëm për përfitime elektorale. Alolli ka denoncuar se rruga është inauguruar pa përfunduar punimet, duke u kthyer në një rrezik për jetën e qytetarëve. Ndodhen sërish në aksin rrugor Qafpllocë-Çukës. Shikoni se në çfarë situate ndodhet sot kjo rrugë. Një rrugë të cilën Rama Balluku e kanë inauguruar vetëm 2 muaj përpara. Kjo rrugë u ka kushtuar xhepave të shqiptarëve 260 milion euro. U deshën 14 vite që ata të inauguronin këtë rrugë, ende të papërfunduar. Sot kam një pyetje, ku kanë shkuar paratë e taksapaguesve shqiptar? Për bllokimin e këtij aksi kanë reaguar edhe deputetët e PD Ivi Kaso dhe Blendi Himçi. Kaso në një reagim në rrjetet sociale akuzoi qeverinë për fryrjen e kostove të kësaj rruge, e cila edhe pse mori 16 vite për të ndërtuar, nuk plotëson as kushtet minimale të sigurisë. Ndërkohë në reagimin e tij Himçi theksoi se aksi Çukës-Qafpllocë është shembull i perfekt i shpërdorimit të fondeve publike, ku një rrugë me kosto mbi 260 milion euro është kthyer në rrezik për jetën e qytetarëve. Në reagimin e tij, sekretari i përgjithshëm i PL Stedi Blushi ka deklaruar se kjo rrugë është një provë ulëritëse korrupsioni, teksa akuzoi qeverinë se ka ndërtuar këtë aks me çmime 5 deri në 6 herë më të larta se vendet e Bashkimit Evropian. Shembja dhe bllokimi i rrugës Çukës-Qafpllocë e inauguruar 3 herë nga Edi Rama dhe Belinda Balluku dhe hapur fetarisht vetëm 2 muaj më parë, u shndrua sot një tjetër provë ulëritëse të korrupsionit me rrugët e Florinta, që rrëzohen si thes kashte, edhe pse ndërtohen 5 deri 6 herë më shtrenjtë se kudo tjetër në rajon apo në vendet e Bashkimit Evropian. Nga sot, rruga Çukës-Qafpllocë, për të cilën u deshën 14 vite për të ndërtuar, dhe që u kostoi shqiptarëve 260 milion euro, është një tjetër varr monumental korrupsioni i Edi Ramës. Një shembje masive dherash dhe shkëmbinj bllokuan totalisht aksin rrugor Çukës-Qafpllocë vetëm 2 muaj pas inaugurimit. Shembja ka ndodhur në afërsi të tuneleve, duke e bërë këtë aks rrugor të pakalueshëm për automjetet.